A do t'jesh banor i varrit? A do t'jesh? Po, do t'jesh. Si e ke ndërtu këtë botë? I munduar të kesh një shtëpi të bukur, të mirë, të rregullosh dhomat e shtëpisë tënde, të jetë komode, të jetë e mirë, të bukur. Pse e ke ndërtuar këtë botë? Pse? Nga se në këtë botë je duke banuar, dhe është shumë normale. A e ke ndërtuar varrin tënd atje? Çka ke dërguar në atë varr që nesër do të bësh pjesë e tij? Atje nuk mund të dërgosh mobile. Atje nuk dërgohen, shikues ndëruar, atje nuk dërgohen pajisje të kësaj bote, nuk dërgohet makina, kerri pe këtu, nuk quhet varr. E po si ta ndërtojmë atëre? Varri ndërtohet me punë të mira, me kontribut, me solidaritet, me bamirësi. Kështu ndërtohet varri. Ta ndërtojmë. Prandaj edhe njerëzit, për shkak se nuk e kanë ndërtuar varrin, nuk ju shkohet atje. E kam pyetur Ibrahimin Nekhai rahimahullah, ka qenë dietar i madh, devotshëm. I ka thënë, pse e urren na vdekja? Pse s'kem qef na me dek? Pse? Ka thënë ky dietar duke u përgjigjur, ka thënë për shkak se nuk kemi dëshirë të bartemi nga ndërtuara në të rënuarën. Rënuar është. Sa është ndërtu sa duhet. Prandaj, si kalon njeri nga pallati në burg? Vështirë ka të papërballueshme ka këtë kalim. Prandaj, nëse dëshon ti jesh i lumtur edhe në këtë botë, edhe në varr, edhe në botën tjetër, ndërtoje varrin para se të bësh banor i tij. Zgjeroje varrin para se të futesh në te. Përgatitu për atë natë, para se të futesh në varr.